Gaforia. Michelangelo e kompletoi statujën e heroit biblik David, ose Davidit, në vitin 1504. Por nuk kishte ai i pari që kishte vënë dorë mbi bllokun e mermerit që ishte 5 metra i lartë. 40 vjet përpara tij, në vitin 1462, ne ishim në luftë me turqit, ishim kohën e Skënderbeut, një tjetër skulptor, Agostino di Duccio, kishte marrë përsipër ta përpunonte mermerin, por kishte bërë shumë pak. Ishte mjaftuar të jepte vetëm formë këmbëve dhe gjoksit. Në vitin 1476, që ne vazhdonim luftën kundër turqëve, Antonio Rossellino kishte rifilluar punën atje ku e kishte lënë Agostino di Duccio, por dhe ai nuk e vazhdoi gjatë. Kur Michelangelo vendosi ta përfundonte veprën, bloku i mermerit kishte 25 vjet, kishte imbuluar nga pluri në një qoshe të humbur. Ka diçka të ngjashme ndërmjet historisë që dëgjuat dhe juve të dashura gafore. Viti 2026 është viti kur duhet të shpluhurosni e të nxirrni nga aresa një projekt të nisur prej kohësh. Kjo do të thotë që është momenti për të vënë në jetë një projekt ose të nisur nga dikush tjetër, ose që ju vetë keni nisur dhe e keni lënë për gjysmë prej kohësh.